Atë përshëndetje, jemi në seancë pauze, pati një prezantim të mbrojtjes para shtresa paraprake, jemi në seancën e radhës të fajin e Kasaliu. Ligji kërkon që të kesh njerë faktin, pastaj mbas faktit të shikohet fakti a ka vepër penale apo jo dhe pastaj shkohet autori. Në këtë rastin konkret, është shumë e bukur sepse prokurorët e nënshtruar politikisht fillimisht kanë identifikuar autorin, pra fajin e Kasaliu, pastaj kanë zgjatur 4 vjet hetime që të përpiqeshin të cajonin dhe në mungesë të provave apo të fakteve, tani ecin me pretendime apo perceptime që duhet jetë të tillë se Berisha e kishte pushtet. Pra targetohet njëherë armiku, pastaj provat cajohen rrugës, siç ndodh rëndom në drejtsinë e demokracive popullore të lindjes. Pra, nuk ka ndjekje penale, kemi për ndjekje politike, por kjo nuk është gjë e rëndë. Nuk është gjë e re, le të themi, është e rëndë për shtetin ligjor, por nuk është gjë e re. Për këto prokurorë të nënshtruar politikisht, të cilët kanë minuar keq demokracinë. Ka një element interesant që doli dhe do dali. Kush është cënimi? Ku është interesi publik që është cënuar? 4 element. E para, toka private, objektet e uzurpuara, privatizimi i nisur nga Angjeli, Klosi dhe Majko, ndrimi destinacionit i bërë nga Edi Rama, por ama fajin e Kasaliu. Këtu jemi në këtë paradokse. Do vazhdojmë besoj edhe pak edhe pastaj do mbarojmë.